Unë merrem me teknikën përgjithsisht, me asistencën teknike gjatë garës, po kësaj radhe kam marrë pjesën e si garues. Ti bëni të dy. Mundohem ndihmoj edhe shokët që kanë nevojë për një asistencë normalisht mbas garës, sepse në garë që ke vështirë me bërë asistencë. Po për ju si është më e vështirë, ti je teknik apo garues? Më e vështirë është thjesht dhe garues dhe teknik, të dyja bashkë. Të dy ato që po bëjmë. Kurse kur i bën tek e tek është shumë e thjeshtë situata, ke mundësi ta menaxhosh. Atëherë jam kurioz di për pjesën e defektit. Do defekti në mes garës. Çfarë do të me kronometrin? Numërohet? Atëherë, defekti është pjesë e garës, është pjesë e lojës. Prandaj edhe garat e gjata kanë një favor shumë të mirë dhe për ata që nuk janë profesionistë. Sepse gjatë shumë kilometrave mund ndodhi çdo gjë, edhe me atë që është profesionist mund të ketë një defekt që s'ri paron dot. Po dhe ai që nuk është profesionist, duke menaxhuar kohën, duke menaxhuar biçikletën, mund të ketë mundësi që të arrijë rezultate gjatë garës. Domethënë, ndodhi defekti e ka gjithsekush personale, duhet të ketë asistencë, domethënë ose asistencë personale ose të ketë mjetë dhe njohuri që mund ta bëjë riparimin gjatë garës. Kronometri nuk ndalet asnjëherë. Atëherë çfarë defekte ndodhin zakonisht? Goma, probleme me marshet. Gomat janë kryesisht ato që janë më problematike. Zakonisht në terrene malore probabiliteti për të çarë gomën është shumë i madh, kështu që njerëzit përgatiten ose i bëjnë tubles ose majnë komardare me vete që të kenë mundësi të ndrojnë gjatë rrugës, majnë to mjetet e vogla domethënë, si më thënë, që i duhen për të bërë shërbimet në rrugë. Gjatë gjithë kohës po themi ne ka një staf i cili ndjek këtë garën apo jo? Po. Teknik. Po. Po, terreni është i vështirë. Terreni është shumë i vështirë dhe asistenca teknike nuk mund të jetë gjithkohës mbas garusit. Domethënë, dhe garusit të cilët kanë asistencë teknike të tyre personale, jo gjithmonë mund ta kenë tërkohën trajektore. Domethënë, i del asistenca nëpër pika të caktuara, që do thotë që garusi duhet arrijë deri te pika e caktuar që të ketë mundësi të marrë asistencën. Atëherë nisja bëhet çdo çerekore, çdo me minuta, në varësi të garuzëve. Sa më i madh numri garuzëve, aq më e ngushtë është koha midis garusit, sa më i vogël numri garuzëve, është pak më e madhe, po gjithmonë flasim 30 sekonda, 1 minutë ndër mes njëri tjetrit. Po parakalimi i garusit më shpejt. Nuk është problem. Trajektoria është goxha e gjerë, nuk është se është single track, edhe parakalimet në rrugë janë thjeshta, nuk ka problem. Plus që garusit nuk kanë probleme që nuk lejojnë njëri tjetrin të kalojë. Dihet kush është mbrapa të ka arritur, do detyrohesh të japësh rrugën dhe po ishin në një shteg që s'ka mundësi parakalimi. Atëherë çfarë mesazhi keni për të rinjt? Të rinjt duhet fillojnë dalin sa më shumë me biçikletë, të marrin pjesë në sporte, mos i bëjnë biçikletat dhe t'i mbajnë mbyllur në dollap. Faleminderit, Lardë, ju uroj sukses.